Ditën e sotme, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Durrës, Ndërmarrja Rruga dhe Policia Bashkiake kanë nisur aksionin për lirimin e kanaleve kulluese parësore, dytësore dhe tretësore të zëna nga ndërtimet pa leje në të gjithë Bashkinë Durrës. Aksioni i kësaj të premte u përqendrua në rrugën Sirius, në lagjen numër 13 dhe në zonën e Ish-Kanetës. Kreu i MT Durrës Ilir Ngresi deklaroi se aksioni do të shtrihet në të gjithë qytetin, ndërsa drejtori i ndërmarrjes rruga Lion Hysko theksoi se bashkia ka realizuar një mini projekt për të gjitha ndërhyrjet në zonat ku kanalet kulluese janë të bllokuara, me qëllim lehtësimin e pastrimit të tyre në të ardhmen dhe ofrimin e një modeli ndërtimi për banorët e zonës. Aksioni është për lirimin e hapësirave publike në gjithë gjatësinë e kanaleve, nivelit parë, nivelit dytë, për gjithë ndërtimet pa leje që janë bërë bus kanalit. Tu jemi ke lagja 13 në plazh ke rruga Sirius, kemi filluar me muret rrethuese, pastrimi, thellimi i kanaleve dhe lirimi i bankinave bus kanaleve. Unë do vështoj pa ndërprerje madje jemi të punuar ditë shtunë dhe ditë diele. Bashkia ka bërë një mini projekt për të tillë kanali që ne themi kanali 2, por edhe për ndihmuar banorët, mos kemi probleme me banorët apo mos të pengojmë të hyjmë në banesat tyre, duke i dhënë një model plataforme betoni për të hyrë për banesat tyre që edhe ne mos kemi probleme në bllokimin e kanaleve. Prishjet e IMT-s prekin të gjitha objektet që janë ngritur mbi hapësira publike, të tilla si mure rrethuese, por edhe godina. Kreu i Inspektoriatit shpjegon se në rastet e godinave të banimit, bashkia mund të procedojë me shpronësime apo programe të tjera strehimi për qytetarët që preken. Këtë segment që jemi aktualisht janë kjo gjatësi këtu janë rreth 20 shtëpi dhe në fund të rrugës të marrim majta se janë 11 shtëpi tjera, dhe ky segment nuk ka shtëpia që do prishen, janë vetëm rrethimet. Ka një pjesë të ndërtimeve që janë sipër kanaleve, por ato është një projekt i bashkisë ku do dalim me shpronësime kush është me certifikat pronësie, kurse të tjerat do vendosi bashkia në bonusiraj me strehime. Aksioni i IMT-s nuk u shoqërua me kundërshtim nga banorët e zonës së plazhit që preken nga prishjet.